Përshëndetje nga Roma. Tu jemi në Koloseu. Do I keni me pinë çdo vend ku shkoj. Jam dhe Fontana dhe Trevi. Është ora e drekës dhe gjetëm një restorant. Ka ardhur koha që të ham bukë dhe unë porosita si gjithmonë një pica. Jam në autobus edhe të shkojmë në Vatikan dhe të shikojmë Vatikanin së bashku, se unë e kam parë. Santa Spirito. Ja, kjo është. Erdha në Vatikan. Nuk e di pse janë këto kariget, por kur janë kariget gjithmonë del papa dhe bën ndonjë fjalim. Tani po ikim. Do ikim në shtëpi sepse nuk ishim për vizitë në Rom, e kemi parë, e kemi stërparë, por kishim një abikum për të mbyllur pasaportën time, kështu që shkojmë në shtëpi tani se na pret Oçua. Erdha në shtëpi dhe u shtrita pak se në Rom ngrim së ftohti dhe afër meje kam të topin me leshtu që është I lumtur nga ardhja ime. Duke qenë se është ftohtë për jashta, unë vesha xhupin edhe shikoni pak. Këto shapkat janë shumë të bukura, edhe këtë do kem veshjen. Po kthehemi në shtëpi bashkë me dritën e ënës që është aty, edhe të them të drejtën tek Xhili ishte tmerrsisht shumë njerëz. Edhe nuk është se ishte bukur, kur kishe shumë njerëz nuk është se ke bukur, dhe ndejtën sa ndejtën pim një kafe që unë nuk e filmova, e tani të shkojmë në shtëpi. Bëra darkën vrap e vrap sepse kisha bërë supë, por nuk po në haj supë. Ja, e rregullova dhe banjën. Kam për të larë me dorë këto, ato aty të dyja janë për të hedhur.
është për të larë si quhet ajo që lanë çimendot, por nuk është e shtëpisë, është për përjashta dhe përdor vetëm për përjashta. Kjo shtëpisë është këtu, që është e pastër, sapo lava banjo